Vrasja e Antonio Karafilit nga ish dashura Kesi Spajllari dhe partneri i saj është zbuluar tashmë pas 7 vitesh. Ish prokurori Ervin Karanja shpjegon se çfarë duhej bërë që në fillim që kjo çështje të ishte zbardhur 7 vite më parë. Ai u shpreh se prokuroria dhe policia do të ishin treguar të kujdesshëm në mbledhjen e provave të para në vendngjarje. Sipas tij, gjithashtu, duhet të sekuestroheshin telefonat e personave të përfshirë dhe të zbardhej ngjarja. Në lidhje me fillimin e ndjekjes penale, konstatojmë sidomos tek veprat penale të krimit ndaj personit, prokuroria dhe organet e ndjekjes penale do të jenë shumë të kujdesshme me vendin e ngjarjes, duke filluar nga kqyrja e vendit të ngjarjes, kqyrja së kufomos, por edhe në rastin konkret do ishte mirë që siç sekuestrohen telefonat për çështje tenderash, ishin sekuestruar edhe këtu telefonat e personave të përfshirë. Familja që në fillim ka pasur pretendime me vetvrasjen, pra do ishte mirë të ishte regjistruar procedim penal që në fillim dhe të mblidheshin provat që në fillim, sepse tek vrasjet gjithmonë provat e para janë shumë të rëndësishme. E dyta duhet ishin marrë tabulate telefonike dhe qelizat e vendodhjes së gjithë personave të përfshirë, sepse dhe në voskopoj të gjithë personat ka një antenë aty që pulson. Mbyllja e çështjes që në fillim ka sjellë dëme të pariparueshme, u shpreh Karanja.